vazhdojnë të zhlobojnë. Se s'kemi rështu, sikur ne toftojmë si akademi e rejnë tona. Ja ku është presidenti, ja ku është sekretari, ja ku janë dhe 200 antarë të akademisë, ne të bëjmë ftesë misore, vllazërore, albane, si albanolog, si alban, të ftojmë, ti bëmë ti shtysh të ndjejnë në njerë tek dikush i tjetër e tjerë. Të bëjmë sa më shumë, të bëjmë sa më shumë. Patjetër, po jo në them këtë për të kuptuar një diçka tjetër që edhe sot, mas gjithë asaj përpjekje që po bëjmë për të arritur, për të gjetur se ku janë eshtrat e heroit tonë kombëtar, nuk ka asnjë interesim të institucioneve. Unë po t'isha ministër kulturë, kushdo prej nesh, adhetarëve, ministër kulture, ministër arsimi, nuk do fleja natën, nuk do nxinte gjumi, derisa të arrijë në fund dhe ta vërtetoje, nëse është apo nuk është atje. Por ne di me qartësi të plotë që kemi eshtrat e nipit të heroit tonë kombëtar Alfons Kastriotit, djalit të Gjorit të dytë e kemi në Spanjë, në Valencia. Kemi mbretëreshën tonë Donikën në Valencia. Përse nuk duhet t'i sjellim ato në Shqipëri? Përse nuk duhet të bëjmë kërkesën zyrtare që të kthehen aty nga urisën, nga gjeneza tyre, vajzën shqiptare Donikën dhe nipin e saj, nipin e heroit tonë kombëtar. Me shumë gjas pastaj mund të kemi aty dhe atë arkën e mbyllur, që është në 6 burime, unë e kam gjetur në 6 burime të qëndësishme, i kam qëndruar lëvizjes së Donika Arianiti Kastrioti për 22 vite që ka bërë lëvizjen e saj në territor italian, i kam dhënë hap pas hapi për të arritur në konkluzionin që me shumë mundësi ajo e mori sarkofagun me vete kur mori armët, mori dhe sarkofagun e heroit tonë kombëtar me vete dhe e transportoi drejt Italisë. Dhe me vonë e morin në banesën e saj të fundit në varrin që e ka në santuarin që është ai santuari i Sankt Trinitas mbretëror në Valencia. Pra unë i kam marrë disponibilitetin nga dishmërinë pasardhësit të heroit tonë kombëtar, që quhet Loris Kastriota Skanderbeg, i cili është i gatshëm që të ofrohet për të bërë testin e DNA-s. Pra do arrijmë një mënyrë tjetër që të marrim kampione nga aty ku gjenden për të provuar nëse aty kemi atë të heroit tonë kombëtar. Dhe e fundit, në këtë kontest më thoi njerëzit që jo po i sollëm në Shqipëri aman, se do i grabishin, do i vjedhin siç kanë vjedhur veprat e artit shqiptar, që është një tragjedi tjetër. Janë mbi 13.000 vepra artit shqiptar të zhdukura nga toka dhe nën toka shqiptare. Dhe do i zhdukin, thonë, dhe këto, dhe eshtrat e këtyre. Unë them diçka që është e pamundur që të ndodhi gjë e tillë. Nuk besoj që në dheun ton ka njerëz kaq keq dashës, por edhe sigurt të ketë. Ne kemi një institucion që quhet Presidenca e Republikës. Atje kemi rojet e armatosur që rrin ditë natë, nuk e di pse rrin, por rrin, dikë ruajnë atje. Në obor të presidencës ne mund të bëjmë varrosjen ceremoniale të mbetjeve mortore të mbretëreshës sonë, Donika, të nipit të saj dhe me shumë gjas, me pak fat dhe me shumë mundësi mund të kemi dhe ato të heroit tonë kombëtar. Le t'i vendosim pra në një vend ku mund të bëhen të vizitueshme në oborin e presidencisë ndodh në gjithë botën. Të fillojmë riadhësimin e figurave tona. Kemi mbretin Ilir Gentin këtu në Gubbio. E kemi varrin e tij, po të kërkojmë dhe aty të marrim, të fillojmë të kthejmë këto njerëz identitar, sepse e përsërisim, nëse shqiptari ka identitet, ka moralitet. Nëse nuk ka identitet, është njëri pa moralitet. Dhe ato që kanë kërkuar gjithmonë të na heshin ka qenë identiteti jonë. Duke na zhveshur nga identiteti, na kanë zhveshur nga moraliteti. Dhe shqiptarët pastaj, nëse nuk kanë moralitet, ikën dhe bëjnë 99 të 4 anët e botës. Ndaj ne kërkojmë që t'i zgjojmë. Në moment që shqiptarët kanë identitet të fortë, ato janë të serios, janë dinjitos kudo që të shkojnë. Dhe megjithatë nuk asimilohen, pasi ne kemi problemin thelbësor sot, asimilimin. Ne po asimilohemi ditën për diell. Po asimilohemi nga fqinjtë tanë jugor rreth 1 milion shqiptarë që janë atje. Edhe po ndodh kudo në Evropë, sepse shqiptarët janë të vetmit me statistika këto në Evropë që blejnë shtëpinë duke paguar 30 vite kredi në bankë. Dhe një njeri që blen shtëpinë me dhe rrim 30 vite në borxh në bankë, ai njeri nuk kthehet më. Ai njeri qëndron atje ku ka shkuar sepse ka vënë çadrën me themele. Pra është njeri që e ke humbur. Pra ky asimilim duhet të marrë fund vetëm në momentin kur të ngrihet identiteti jonë i vërtet. Ai që parë ta na kanë dhënë. Ai që i kanë kënduar poetët tanë, siç ishte edhe Derata, shpinën e cilit e vizitova kohët e fundit, dhe është në gjendje të mjeruar. Është në gjendje të mjeruar, nuk duhen kapitale të mëdha. Kemi një shtet që mund të interesohet që t'jap shembull që poeti jon kombëtar është babai i asaj plejade të rilindasve.
Derrada është një njeri kaq dinjitos, një poet kaq i madh përtej Milosau, që është një kryevepër letërsisë, ai është një patriot, gjenetikisht patriot shqiptar. Dhe e bëri që Plejada Rilindës vetë merrte si figurë themelore, referimi, dhe e lëjmë sot akoma në atë deregje që është shtëpia e lindjes. Pra, identiteti, forcimi identiteti, ky është roli jonë. Këtë do bëni ju tre, këtë do bëj ju, këtë do bëjmë gjithë ne dashnore të kombiton. Zoti Kraja, 10 sekonda. E konsiderojmë ne si akademi shumë të rëndësishme iniciativën tuaj për kthimin e eshtrave të herojtë tonë kombëtar. Kam parë në internet që në Mongoli, që Mongolia është sa më e madhe se gjithë Evropa, po kërkojnë varin dhe eshtrat e Çingis Khanit, që nuk dihet kurse se ku është, nuk i afrohen dot fare, por i kërkojnë sepse ato kanë një vlerë të jashtëzakonshme, pastaj atraktive, japin shumë dinjitet atij vendi. Dhe ne, mendimin im, në qoftë se do të arrijë, do të thënë qeveria jonë, do të thënë e mbështesim plotësisht atë propozimin që bëni ju në mënyrë oficiale që qeveria jonë t'i kërkojë ato estra që gjenden atje në Valencia si të pavlerë, se nuk i viziton njëri, ndoshta në një kalimtar i rastit. Ti sjelli këtu dhe ti ruaj, po në vendin më të ruajtur, ndoshta në presidencë, një mendim shumë i drejtë. Dhe mendoj që ajo kutia që ka me vete ajo gruaja, do të thënë e Skënderbeut, mos të hapet fare, nuk ka nevojë të hapet të bëhet analiza kur janë aq shumë dokumenta që dëshmojnë që ato janë eshtrat e herojtë tonë kombëtar. Ajo të merret siç janë, eshtrat e asaj është nipi, është dhe arka e vogël me eshtrat e herojtë tonë kombëtar dhe të varrosen të bëhet një vend pelegrinazhi, do jetë një arsye shumë e fortë që Shqipërinë ta vizitojnë më tepër vizitor. Urdhë zoti. Edhe në kuadrin e gjuhës, zoti Kraja, do më falish, mendoni që duhet përmirësuar standardi i gjuhës 72-shit nëpërmjet dialektit grek, geg, i cili ka një origjinë goxha të vjetër, goxha me interes, dhe nuk është fjala për të thënë që në vitin 1972 u bë një kongres falso. Por ai kishte arsyet e veta në kohën e vet që u bë. Pa ka mundësi tashi edhe ne për këtë po punojmë që ta riforcojmë standardin nëpërmjet dialektit geg, të futet më thellë dhe të kemi mundësi, si mos kemi kombe të ndara shqiptare, por kemi kombe që të kuptojmë me njëri tjetrin, se sot e kësaj dite me kosovarët mezi merremi vesh. Edhe kanë vend që të flasin serbët, pastaj jo kombi kosovar, jo kombi shqiptar. Pra zoti Kraja, në mbështetje të kësaj që sapo tha zoti Pingulli, ne si akademie kemi propozuar dhe në konferencën që sapo bëm dhe në për emisione të tjera, ne propozojmë që gjuhëtarët, specialistët më të mëdhenj të gjuhës shqipe, natyrisht duke përfshirë dhe ju, të bëjmë një platformë dhe të përgatisim kushtet për një kongres të ri për përsosjen e gjuhës shqipe. Pra, siç e tha dhe kolegu Pingulli, ne nuk duam të hedhim bart mbi atë që është bërë. Ajo ka qenë një përpjekje në atë kohë, ndoshta aq arrinte, aq pozitive, aq arrinte, do të thënë fuqia në atë kohë, aq arrinte. Ishte kohë diktaturës. Po, kohë e diktaturës, por ne tani duhet të bëjmë një ndërthurje dhe duhet të bëjmë një thjeshtim, sepse është ndërlikuar pa të drejtë gjuha shqipe. Janë futur sa ndërlikime që krijojnë dhe një mit të pa drejtë për të cilin të huaj thonë që shqipja është gjuhë e vështirë, kur nuk është e vështirë sepse ajo është baza e gjuhëve të tjera. Si mendoni zoti Kraja? Po, ajo që thot zotin Stefani është më e drejtë. Ne duhet kemi parasysh që ai kongres u zhvillua në trashëgiminë fort në një sistem diktatorial, pavarësisht qëllimeve që kishte, pavarësisht njerëzve që morën pjesë, dhe dihet që ka mangësi të mëdha. Gjuha sot standardizuar shqipe është një gjuhë që ka mungesa të mëdha, sidomos në humbjen e komponentit geg. Komponenti geg ka mes tjerave paskajoren. Ajo u eliminua nga gjuha shqipe dhe u eliminuan shumë fjalë njërokshë pastaj që janë komponent pra pjesë e asaj që është pjesa në base më arkaike e gjuhës së sot në shqipe. Gjuha shqipe ka dy dialekte të mëdhenj që janë ajo që e dim geg dhe tost, janë dy kokat e shqipojës,
janë pjesë e një trupi, sepse gjua shqipe ka këto dy dek, por janë pjesë e një trupi, por njëra pjesë e trupit është gjymtuar keqas. Më bukur, më mirë. Është gjymtuar keqas, prandaj ne duhet iniciativa juaj është më se pozitive, më se për të duar trokitur, pasi ka nevojë për ndërhyrje pa e prishur ekuilibrin, pa prishur atë që kemi, por duke shtuar, duke e zmalluar dhe leksikun shqiptar, gjuhës shqipe, ne kam kaluar në përdur dhe fjalorin e fundit. Ka mungesa të theksuara, është bërë një paqavure në shumë drejtime, sa ka nevojë të rishikohet edhe një herë, është bërë një punë jo dinjitoze, pasi përsëri është anashkaluar dialekti geg. Pra duhet të gjetë një akord midis gjuhëtarëve që të kenë prani, pra çdo dialekti i Shqipës nën dialekt pastaj i Shqipës, se Shqipja ka dy dialektet që janë thelbësor, por ka dhe nën dialekte. Dhe nëse ne do arrijmë një ditë që t'i japim këtë ngjyrim, pa dashur absolutisht të varrosim njërin për të ringjallur tjetrin, ne të çojmë përpara atë që është duke plotësuar. Duke plotësuar ne do kemi gjuhën e vërtet, atë gjuhë që ne duam të çojmë në UNESCO një ditë. Kërkesën e fundit që do kisha, 2 librat e juaja, zoti Kraja. Po, ma morën në goja, po. Neve do donim t'i vlerësonim këtu në Shqipëri. Ne jemi gati t'i investojmë që ato të përkthehen, por duhet t'i mbrojmë këtu, jo vetëm për figurën tuaj, por që të zgjerojmë figurën tonë. Ndryshe nuk do na kuptojmë. Jo falenderoj. Atëherë, në fillim, zoti Kraja, neve ju përmendëm juve si albanologit ditët e sotme, përmendëm dhe një profesor Ekrem Zenela në fillim. Dhe po i bëjmë dijese, si akademi, 2 javë më pas, dikun datën 17 maj, ke sala Akademisë Shkencave, neve do promovojmë pikërisht atë prurje, siç ka qenë George von Hansi i mezit shekullit 19, jeni ju për ne. Sigurisht edhe ne kemi punën tonë. Pra, ashtu si do bëjmë, mbas 2 javësh, të madhin Ekrem Zenelej, që t'i promovojmë, pikërisht ka një libër, Epiri versus Albania, ka një libër për Papa Klementin XI, Papa Albanin. Pikërisht ka libër me gjitha artefaktet e gjetura, kryesisht arkivën e Vjenës, po edhe mëtej. Dhe ne promovojmë të njëjtën gjë, po pyet zoti Pingli që ose po kërkon si akademi që ne të bëjmë edhe sepse e zëm se i bërë, e zëm se i qove në për ambasada apo në Itali, në personat kyç në Itali. E pasaj, por kemi ne nevojë shumë se kur. Duhet rrisim moralin këtu brenda. Sepse 500 vjeti, un kam një muze në Berat, që e kam kthyer në muze kombëtar me dituri që ka brenda sallës apo kompjutit apo ato që u di un, i çudis këta tuaj që din vetëm Rom edhe Athinë, Romak dhe Athinas. Por në këtë kuptim, kemi nevojë në emër, 500 vjet nuk janë pak. Që unë të kem, prandaj ne kemi, jo unë si ta zam, por ne të kemi një lloj errësire. Ne të kemi të kërkojmë pakës dritë, kemi 2 shprehje tona që i kemi edhe këtu që na shoqërojnë. Pa nuk është rastësir. Tani vike ajo që ju përmendet u ndalet shumë, ke Gjergj Gjon Kastrioti. Në 17 janar të këtij viti, ne si akademi kemi organizuar konferencën në përkujtim të ndarjes tij nga jeta natyrore. Dhe kemi dalë me një kartë të bardhë ose rezolut, ku i drejtohemi me anë të 20-30 firmave, shoqata, studiuese e tjerë. Kjo është konferenca, qofse më ndjeksa do pak, dhe i drejtohemi pikërisht ato që ju thatë. Që i kërkojmë qeverisë shtetit të vendosi buse sa më shumë të jetë mundur në qytetet e Shqipërisë. I kërkojmë që të kryen dhe të llojen studimet në për arkivat brenda dhe jashtë shtetit. I kërkojmë të shpallet ditë dhe festë kombëtare, ditëlindja dhe ditëndarja, që është datën 6 maj. Bile ne si akademi kemi 10 vjet që e ringritëm si festë. Dhe sot jemi shumë të kënaqur që e ka marrë Prishtina, Gjakova dhe datën 6 maj pas nesër është festë e madhe. Prishtina, kryeqytet jo i Kosovës, po i Arbërisë e ka shpallur dhe ne do vemi 6 maj. Po e kemi nisur ne si akademi që në thin të Dibrës apo të Matit apo e Mafia është vendi ku ka lindur
Gjergji i Madh, ku është dhe pema e udhirit 550 vjeçare, po në atë fshat ende sot me perimetër ose me diametër për 3-4 metrash.